Policia e Kosovës njofton qytetarët për një fushat mashtruese që aktualisht po qarkullon përmes mesazheve SMS, të cilat në mënyrë të rreme pretendojnë se janë dërguar nga Posta e Kosovës. Këto mesazhe përmbajnë linqe mashtruese, të cilat synojnë të mashtrojnë qytetarët për të siguruar të dhëna personale dhe të dhëna të kartelave bankare me qëllim të keqpërdorimit financiar. Policia e Kosovës thekson se Posta e Kosovës nuk ka dërguar mesazhe të tilla, ndërsa faqet e përfshira në këto SMS-a nuk janë domene zyrtare. U bëjmë thirrje qytetarëve që të mos klikojnë në asnjë link të dyshemt, të mos japin të dhëna personale apo të kartelave bankare, të mos kryejnë pagesa përmes këtyre linqeve, të fshinë menjëherë mesazhet mashtruese dhe nëse kanë kryer ndonjë pagesë nëpërmes këtyre linqeve, menjëherë ta raportojnë rastin në bankën ku janë klient dhe të kërkojnë anulimin e pagesës. Po ashtu rasti duhet të raportohet edhe në stacionin policor më të afërt. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e mashtrimeve dhe fton qytetarët për bashkëpunim dhe vigjilencë të shtuar.